Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me emisionin Stetoskop dhe pa humbur kohë njoftojmë se tema që kemi përzgjedhur për ta trajtuar sot ka të bëjë me dhurimin vullnetar të gjakut, i cili cilësohet si një akt human që shpëton një jetë njerëzish. Dhurimi i gjakut është një veprim vullnetar dhe human pa shpërblim. Kjo materie domosdoshme nuk mund të prodhohet në laborator, prandaj burimi vetëm është dhurimi i tij. Sipas mjekëve, dhurues vullnetar i gjakut mund të jetë çdo person i moshës 18 deri në 60 vjeç, i cili nuk vuan nga ndonjë sëmundje kronike. Pavarësisht se ku trajtohen pacientët në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në doza të gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient. Pra, dhurimi vullnetar i gjakut do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedoj me doktoreshën Albana Bislimi Krasniqi, ushtruese detyrës së drejtoreshës së qendrës kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut. Doktoresha Albana, mirë se erdhë në emisionin Stetoskop. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Jeni të mirësardhur. Pra, dëgjuat temën që do të flasim. Ndoshta për fillim është mirë që të themi se si qëndron gjendja momentale, sa keni rezerva, keni sasi të mjaftueshme të gjakut, dhe si është përgjigjja e qytetarëve do të thotë në dhurimin e kësaj materie të çmueshme. Po, aktualisht në qendrën tonë, qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut, rezervat e gjakut i kemi në një nivel të qëndrueshëm, stabil, mund të them. Gjithë kjo fal dhuruesve vullnetar të gjakut, si dhe aktiviteteve të vazhdueshme të qendrës tonë për realizimin e aksioneve për dhurimet të vullnetarit të gjakut. Mirë po, nevoja për gjak është e përhershme dhe ndryshon nga dita në ditë, kështu që bëjmë thirrje nga qytetarët që të vazhdojnë në mënyrë të rregullt dhurimin vullnetar të gjakut, në mënyrë që të të realizojmë kërkesat për gjak dhe produkte të gjakut për pacientët të cilët trajtohen në klinikat tona. Për cilin grup të gjakut është problematike që të sigurohet sasi të nevojshme? Nuk mund të them konkretisht për cilin grup të gjakut. Problematikat kohë pas kohe i kemi me grupet të gjakut që janë RH negative, për shkak se janë më të rralla edhe në popullatën e shëndoshë të dhurues vullnetar që dhurojnë gjak, ndërsa po varësisht edhe prej kërkesave apo rasteve që trajtohen urgjencave, sallave operative, pastaj pacientët me sëmundje kronike, si që janë ata hematologjik, onkologjik, varësisht nga grupi i gjakut i këtyre pacienteve, atëherë mund të vrem kohë pas kohe mungesa në ato grupe të caktuara, mirë po prap e potencoj se falë solidaritetit të dhuruesve vullnetarë dhe punës sonë të vazhdueshme, arrim të mbulojmë kërkesat edhe për këto grupe që ndonjëherë i kemi të pakta, më të rralla. Është e ditur se nevojat për gjak janë të vazhdueshme, do të thotë çdo ditë ka nevojë për gjak. Cila stinë është këtu që kërkohen pak më shumë sasi gjak? Nevojat për gjak thash janë të qëndrueshme në vazhdimsi. Mirë po stinë nuk mund t'i ndajmë me stinë, po si sfidë e qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut është sezona verore, kur kemi edhe pjesën më të madhe të dhuruesve apo të qytetarëve që gjenden në përpushime edhe nuk mund të qasen për dhurim vullnetar të gjakut. Në anën tjetër edhe kërkesat për gjak dhe produkte të gjakut janë në rritje si rezultat i aksidenteve të shumta që ndodhin gjatë sezonës verore, po ashtu edhe gjatë pjesës së dimrit festat e fundvitit. Në këto kohë kemi vështirësi pak më të mëdha në furnizimin me gjak dhe produkte të gjakut. Çka duhet di një person që dëshiron të dhuron gjak? Po, një person që dhuron gjak, spari do të thonë me potencu që dhurimi i gjakut është një akt fisnik që shpëton jetë dhe këtij akti mund t'i bashkohet secili qytetar që gëzon shëndet plot. Janë disa kushte bazike, për shembull mosha prej 18 deri në 65 vjeç, pastaj kemi peshën që të peshon së paku 50 kg, pastaj do të thonë gjendja shëndetësore duhet të jetë plotësisht e mirë, e kënaqshme.
të mos ketë kaluar ndonjë grip kohëve të fundit, ndonjë infeksion, të mos ketë pasur ndonjë intervenim kirurgjik, mirë po për të gjitha këto, domethënë ekziston pyetësori në qendrën tonë, i cili plotësohet nga vetë dhuruesi me jepet pëlqimi, pastaj është edhe ekzaminimi nga mjeku, edhe në rast se i plotëson këto kushtet, atëherë mund të vazhdon të jetë dhurues vullnetar, personi në fjalë. Sa herë në vit mund të dhurojë gjak një person që dëshiron ta bëjë? Mashkujt në vit mund të dhurojnë 4 herë çdo 3 muaj. Lejohet dhurimi i gjakut, ndërsa te femrat është 3 herë çdo 4 muaj. Dhe sa është sasia që mund t'jap për një? Sasia e për afër, domethënë është diku 450 ml e gjakut, i cilin organizmi e kompenzon ose zaventson, domethënë varësisht prej përbërësve. Plazma kompenzohet diku brenda 24-48 orëve, ndërsa si vëllim normalizohet brenda pak ditëve. Ndërsa rruzat e kuqe të gjakut i duhet një periudhë 4 deri në 8 javë për të rigjeneruar dhe të rikthehen në nivelet fillestare. A keni ndonjë evidencë sa është numri i dhuruesve të rregullt, do thotë që japin vazhdimisht që japin gjak? A keni ndonjë evidencë që dihet parafërsisht numri? Nuk, për momentin nuk kam statistika, diçka evidencat, po ka një numër të konsiderueshëm edhe të dhuruesve që janë të rregullt. Domethënë që japin çdo 4 muaj te femrat ose çdo 3 muaj te mashkujt. Kjo është edhe si qëllim që duhet me e realizu qendra kombëtare, domethënë se si numër dhurues kemi mjaftueshëm. Mirë po për me arrit qëllimin që këta dhurues të jenë të rregullt. Në mënyrë që rezervat për gjak dhe produktet të gjakut të jenë të qëndrueshme konstant gjatë gjithë kohës. Domethënë, këta dhurues të kthehen në dhurues që rregullisht japin gjak 3 herë në vit, 3 herë në vit, 2 herë në vit. Për këta dhuruesit të rregullt, nëse nuk japin gjak ose e ndërprejnë periudhë, a mund të kenë ndonjë telashe? Jo, nuk kanë asnjë telashe në rast se ndërprehet dhurimi i gjakut, po nuk kemi dhurues të rregullt që ndërprejnë prej përvojës. Nuk ka ndonjë dhurues përveç nëse gjatë rrugës del ndonjë sëmundje e vetë dhuruesit, përndryshe nuk ka dhurues të rregullt që e ndërprejnë dhurimin e gjakut. Ata janë konstante të vazhdueshëm dhe janë një prej shtyllave kryesore dhe të punës që na, aktivitetit që na e zhvillojmë si qendër kombëtare. Më herët ka qenë praktikë që zakonisht kur kemi të bëjmë me ndonjë sëmundje që një person ka nevojë për gjak, ftohen familjar që t'japin gjak. A vazhdon kjo praktike apo jo? Në disa raste, pikërisht në këto raste specifike, në rastin e mungesave ose të grupeve që janë me RH negativ dhe nuk kemi sasi të mjaftueshme, atëherë sasia e nevojshme kompenzohet me dhurimet familjare, për shkak se gjasat që të afërmit e familjarit të kenë atë grup janë më të mëdha, për shembull të rastet e RH negative. Në këtë mënyrë kompenzohet, mbulohet kërkesa për gjak për pacientin në fjalë. Në momentin që dhurohet gjaku, cila është procedura derisa të bëhet gati që ai të përdoret tek një pacient i smur? Po, prej momentit a ka analiza që duhet? Po, ka një procedurë për të cilën nevojitet minimumi 24 orë derisa gjaku të jetë i gatshëm për t'u distribuar tek klinika në të cilën trajtohet pacienti. Domethënë prej momentit kur gjaku dhurohet, është procedura e përpunimit të gjakut në produkte të gjakut, siç e dim një dozë e gjakut, domethënë prej një doze përfitohen eritrocitët ose rruzat të kuqe të gjakut, pastaj është pjesa e lëndshme plazma, si dhe trombocitët. Domethënë prej një doze të dhuruar të gjakut nga një dhurues i vetëm vullnetar këtë rast, përfitohen 3 produkte të ndryshme, të cilat pastaj ruhen në kushte dhe temperatura të caktuara sipas protokolleve dhe standardeve, ndërsa pas përpunimit në të njëjtën kohë kryhet testimin e laboratoreve të ndryshme, kryhen testimet imunohematologjike ku përfshihet grupi i gjakut, ABO-ja dhe RH, si edhe prezenca antitrupave të parregullt, irregular që i quajmë ne. Pastaj kemi edhe testimin për sëmundjet të transmetueshme me gjak. Domethënë që janë sëmundjet infektive, HBS, HCV, HIV dhe sifilis. Për kryerjen e gjithë këtyre procedurave një minimum pacientët nuk kanë njëri, do të thotë nuk e dinë që kanë, ndodh që del ndonjë pozitiv me këto sëmundje. Po, na jemi të detyrueshëm në rast se një dhurues del pozitiv, atëherë ai njoftohet njoftohet në mënyrë, domethënë në mënyrë anonime, vetëm dhuruesi është i njoftuar, ruhet privatësia, konfidencialiteti, edhe ai njoftohet çfarë do lloj sëmundje që është pozitiv. Mandej këshillohet, udhëzohet, trajtohet qoftë varësisht prej
llojit të rezultatit rezultatit analizës, mandej ai këshillohet, orientohet te mjek klinicist, kudo që ka nevojë të trajtohet. Kush përjashtohet nga dhurimi i gjakut? Te na përjashtimet, domethënë nga dhurimi i gjakut mund t'i ndajmë në përjashtime të përkohshme edhe përjashtimet e përhershme. Domethënë përjashtime ose refuzime të përkohshme janë ato që pak më herët i përmenda, domethënë personat gjendja gripoze, dhe ndonjë barnat që përdoren me kozgjatje të ndryshme, ndonjë vaksinë që është bërë, ndonjë smundje me alergji që është akute, pastaj ndonjë intervenim ose kirurgjikal, varësisht prej llojit të intervenimit kirurgjikal, atëherë edhe është kozgjatja e përjashtimit të përkohshëm, domethënë ose persona që kanë bërë një akupunkturë ose tatuazh në një periudhë më të vogël se 3 muaj, për shkak se nuk dim kushtet në të cilat është realizuar ai lloj intervenimi, si ta quaj, ose udhëtimet në zonat endemike, domethënë që është rrezik për infeksione siç është malaria ose viruset Zika, që mund të rrezikojnë ose tash Ebola, domethënë po këto janë refuzime të përkohshme, varësisht domethënë prej llojit të problematikës që ka dhuruesi, pastaj pas një kohë ai mund të rikthehet të dhurojë gjak. Ndërsa në refuzime të përhershme, si zakonisht hyn shtresa alkoolistëve ose të personat që përdorin substanca të ndryshme narkotike ose që kanë edhe një sjellje seksuale me rrezik të lartë. Pastaj këto sëmundjet kronike, domethënë ose në ndonjë sëmundje infektive ose sëmundjet kronike që siç janë sëmundjet e zemrës ose tumoret maligni ose çfarëdo lloj sëmundje. Diabetikët varësisht prej tipit të diabetit edhe trajtimit, trajtohen me metformin apo insulin, pastaj si kanë sa e mbajnë në kontroll nivelin, domethënë të nivelin e glikemisë në gjak. Domethënë ato krejt varësisht prej ekzaminimit edhe anamnezës që merr mjeku në qendrën tonë, mund të definohen si refuzim i përkohshëm ose i përhershëm i dhuruesit. Përveç aksidenteve, cilat smundje kërkojnë sasi gjakut që ty jetë? Përveç aksidenteve. Më shumë kam fjalën. Për dhuruesit më të shumt, përveç aksidenteve i kemi domethënë edhe komplikimet në sallat operative të klinikave në të cilat kryhen. Pastaj kemi si për dhurues më të shpeshtë janë klinikat hematologjike, pastaj klinika e onkologjisë, kemi klinikën interne gastroenterologjisë, përgjithsisht klinikat e kirurgjisë, domethënë gjaku dhe përbërësit e gjakut kërkohen në rastet operative, si dhe në sëmundjet që kërkojnë trajtimet afatgjatë, sëmundjet kronike, kryesisht hematologjike. Sa i përket spitaleve private, i furnizoni me sasi gjakut? Po. Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut është i vetmi institucion në të cilën, domethënë, si veprimtari është grumbullimi, përpunimi, testimi edhe distribuimi i gjakut dhe produkteve të gjakut. Normalisht Qendra Kombëtare i furnizon të gjitha klinikat qoftë private, qoftë publike, publiko-private, i realizon kërkesat për gjak edhe përbërës të gjakut. Për sa kohë mund të kompenzohet, për shembull, 300 deri në 400 ml? Për sa kohë mund të kompenzohet kjo sasi e gjakut që e dhurojnë? A kanë ndonjë regjim specifik të ushqimit apo si qëndron puna me dhuruesin? Nuk ka regjim specifik caktuar pas dhurimit të gjakut, zakonisht na i preferojmë dhuruesit që të pinë sa më shumë lëngje gjatë ditës kur dhuron gjak. Domethënë pas dhurimit të një doze standard të gjakut 450 ml, organizmi që këtë dozë kompenzon në disa faza. Domethënë pjesa e lëngshme e gjakut ose plazma zaventohet me njëherë 24 deri në 48 orë, ndërsa vëllimi total si brenda pak ditëve, ndërsa rruzat e kuqe të gjakut ose eritrocitët, ato rigjenerohen gradualisht dhe zakonisht kthehen brenda 4 deri në 8 javë në nivelet fillestare. Cili do të ishte mesazhi juaj që për ata që dhurojnë gjak, por edhe për këta që ende nuk e kanë provuar, a keni ndonjë mesazh ndonjë porositë për ta? Mesazhin kryesor ne edhe si moto të qendrës, domethënë kemi dhuroj gjak shpëtoj jetë. Domethënë dhurimi i gjakut është një akt fisnik i cili zgjat pak minuta dhe është një akt i sigurt, nga i cili nuk duhet të kenë frikë, edhe do të ishte mirë që secili t'i bashkohet këtij
akti që të arrijmë qëllimin tonë, domethënë të realizojmë këto kërkesa për gjak për pacientët në nevojë, për shkak se gjaku është i vetmi trajtim ose ilaç i cili ende nuk arrit të fabrikohet, domethënë është i vetmi ilaç i cili merret nga dhuruesi ose personi i shëndosh, kështu që domethënë si edhe përfitimi më i madh i dhurimit të gjakut mbetet shpëtimi i jetës së një personi tjetër. Kështu që i kisha ftuar të gjithë dhuruesit, qytetarët të cilët gëzojnë shëndet të plot, na bashkohen kurdo që i jepet mundësia të na bashkohen në këto qoftë në aksionet të dhurimit vullnetar që realizohen në institucione ose qytete të ndryshme, qoftë në qendrën tonë që jemi të hapur çdo ditë nga ora 8 deri në orën 18, ndërsa ditët e vikendit shtunë e diellë punojmë për pranimin e dhuruesve prej orës 9 deri në orën 17. Ka ndonjë efekt anësor pas dhënies së gjakut, a mund të ketë ndonjë efektet anësore më të shpeshta janë ndonjë ramje tensioni, domethënë si zakonisht, edhe është një likështim i përkohshëm për momentin, të sa pushon dhuruesi 5 deri në 10 minuta, freskohet me një pije ose me një ëmbëlsirë, atëherë mund të vazhdoj jetën edhe pa ndonjë problem. Aksionet që ju organizoni, ato janë të përditshme. Po. A mund të veçoni ndonjë kompani apo ndonjë institucion ku janë dhurues pak më të rregullt ose pak numër më të madh? Po, Qendra Kombëtare e Kosovës për tranfuzionin e gjakut, domethënë ka një plan vjetor që realizon aksionet e dhurimit vullnetar, pothuajse çdo ditë. Tash kohët e fundit kemi arrit ndoshta ndonjë ditë edhe nga 2 aksione të dhurimit vullnetar. Specifikisht nuk mundem me i nda për shkak se secili prej pozicionit të vet e jep kontributin, po si bashkëpunëtor të cilët janë më të shumt në numër edhe na gjenden çdo herë kur kemi nevojë, janë pjesëtar të Forcës Sigurisë Kosovës, pastaj kemi edhe pjesëtar të Policisë Kosovës, mandej kemi një shembull dhurimit vullnetar në fshatra që mund të them është një shembull unik. Kjo është unik për regionin tonë, domethënë ka fshatra që kanë mbri 20 vjetorin, fshatrat e Rauvecit, po fshati Den, fshati Latkoc, po dita ditës është përhap, domethënë javën e kalume kemi pas fshatrat Strelth dhe Carabrek, që ata Deçanit me një numër të konsiderueshëm të dhuruesve vullnetar. Pastaj kemi fshatrat në komunën e Lipjanit, domethënë në komunën e Podujevës. Çdo ditë, domethënë ky shembull po shtohet në vazhdimsi dhe janë vetë, domethënë organizatorët e aksioneve vullnetare të gjakut, janë vetë fshatarët të cilët ofrohen për të organizuar dhurimin vullnetar të gjakut. Kemi edhe fshatin Pjetër Shtic në komunën e Shtimës. Domethënë ata ofrohen, mandej ajo datë po mbetet si datë. Do të thotë ajo shndrohet që për çdo vit, si datë e veçantë, domethënë çdo vit po vazhdohet edhe çdo vit normalisht po ka rritje të dhurimit vullnetar të gjakut. Pastaj kemi edhe xhamiat, kohëve të fundit, kishat, domethënë institucione të tjera, qoftë publike, private, shkollë, universitetet. Kështu që aktiviteti është i shtrim pothuajse në urojmë që numri i këtyre organizimeve të jetë edhe shumë më i madh, dhe të mos kemi probleme në sigurimin e sasive të nevojshme të gjakut. Doktoresh, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Faleminderit edhe juve. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni qëndroni edhe më tutje në varë të programit tonë.